Pse po ndodhin kaq shumë vetvrasje në Shqipëri? Janë shumë, kanë ndiku shumë faktorë, shumë keq. Për këta në vje keq, unë nuk e menoj që këta gjë kaq shumë vetar. Në kuptën për jashtë kapacitetit, kjo mëshinat Beron Bega, presidenti i Shqipërisë, me thonë drejt, ai nuk pa ballogorit që të det venin e vetën e poplin e vetë, se është jashtë kapacitetit, njeriu s'ka mundësi me hajti i mik, jo gjithë shtetet e balkonit, 27 shtete, balkoni zemër, një shtetet të mëdha, e na ai të njoh Shqipërinë, ne jemi sa i pikë bojmë hartë, nuk kam qenë arsim, e kuptoni, ne jemi shumë veni vogël, e kupton, kjo është jashtë kapacitetit, është mush marketet e supermarketet plot me mall ushqimor. Jemi të dëshpëruar ne si popull? Bojnë abuzime, mësh ata kanë 30 vjet që janë prodhu, ata vin ka zbadhu me furë avionit, mësh vjen 3 ma unë mall, bin me raploni mall, që kam qenë Marinas, muhabit menç, ne ato këtë magazinat janë mush deng, e kupton apo jo, gjithë marketet mush deng me gateket tepër, ne është jashtë kapacitetit, me ardh populli Kinës se prapë shëni blet gjitha, kjo është pallëgori, o kuturum. Jemi ne të dëshpëruar si popull? Shumë dëshpëruar. Nga vjen ky dëshpërim? Mund bindemi për këtë që më shën siç e ka thonë ca 2 vjetër se unë më shën që aktor teatri, ata mund të jenë më shën disa ministra mund të jenë me 8 vjeçare, jo me universitet, a kupton apo jo? Kjo na vjen një pikë pyetje të madhe, a kupton apo jo? Se veni jon me 7 lumej, klim mesatare, klim me but, i shkatruan gjithë bujqësinë, më shën gjitha me uzina, me kombinate, 500 uzina, këtë janë, këtu kanë kriju kushtet atë, me thonë drejt, të ashti këtë i zhdukën, çdo gjë vjen nga jashtë, e ne këto janë bëjnë abuzime me i vu datën që ku një prodhu dje, për ne janë viruset shtu shumë, në vje keq ne menojmë për bërgjën e juve, që të shqip një tarzme, dhe vëhat të stop, të dohet nalë, të denë poplin e në venin e vetë, në këte, Faleminderit. Ju shpërblet Zoti me shnet, më shëna, ka me drejt, më gjë e madhe. Faleminderit. Pse po ndodhin kaq shumë vetvrasje në Shqipëri? Dieta e po këto është mafia. Doni se jemi popull i dëshpëruar ne? Ja, jemi më i lumtur, kemi 100 vjet që jemi të lumtur. Mendimi tim është ndryshe, komplet. Te individi që thonë ata nuk profesojnë Shqipërinë, 3 veta. Unë nuk e di se sa. Problemi i individit, shqetësimit që ka, smundje, shumë gjëra tjera është këtë gjë. 3 persona në një ditë është shumë. Të lutem, ju jeni vetë gazetare. Ky është mendimi im, koncepti im nga jeta ime. Nuk mund të vërtetosh të thuash një Shqipëri ka shumë veta. Ata, po ti mund të pyesësh pa ata për çfarë. Nuk e di unë, do të kesh kopshi, ti njofësh ti bësh. Po të përfaqësosh komin shqiptar, kudo që flasin shqip, nuk vrasin veten, ata që vrasin është fatkeqësi. Do se jemi të dëshpëruar ne? Po, ne që jemi gjatë kur merr vesh edhe një komshit kesh, vjen dëshpërimi, shkon e bën zakonin, traditën, e respekton. Kjo është pyetje normale. Keqardhja na vjen. Vetëm të premten 3 persona tentuan të vrasin veten. Çfarë mendon për këtë fenomen? Botës sa vdesin ditë, në vendet tjera të botës, sa veta vdesin ditë. Kam shumë njerëz se në Shqipëri. Më shumë, kështu që po ne jemi më pak, kështu që s'ka ndonjë problem. Ne nuk jemi popull i dëshpëruar. S'kemi qenë, nuk jemi dhe nuk do mbetemi. Kështu që ç'është problemi? Zgjidh në një temë dite që ti bësh njerëzit më të kënaqur, jo të dëshpëruar. Sepse e keqja është shumë vështirë të hiqet dhe e mira është shumë zor të bie. Kështu që ja kalofshi mirë, mirupafshim. 3 persona ditën e premte i dhan fund jetës. Çfarë mendimi keni për këtë? S'ka për të rregulluar asgjë më i motrat. Është e vështirë të flasësh së gjyna për ata që ndodhen, ato aksidente të rënda, sidomos familja, që i vuan ato më mbrapa. Se jemi kaq të palumtur ne si popull? Bë politika. Gjithmonë politika e ka shtypur këtë popull. Këto 35 vjet njerë ka qenë, për mua ka qenë një skëter, ka qenë
nuk e di çfarë, gjë më e zezë që ekziston për vendin tonë, për popullin tonë, që ndodhin gjithë ato vrasje, që ndodhin gjithë ato rrëmbime, çatë themi neve, pa ngrënësia, pa lek, pa shpresë më fut. Jemi ne të dëshpëruar si popull? Po ka njerëz të dëshpëruar, ka njerëz të lumtur, nuk mund të thuash që janë të gjithë të dëshpëruar. Po 3 persona të premten tentuan t'i japin fund jetës. Si të duket ky raport? Zgjedhjet që bëjnë njerëzit, po kuptohet për shkaqe të ndryshme, mund të jenë ekonomike, mund të jenë familjare, mund të jenë personale, kupton, ka probleme nga më të ndryshme. Janë pa kënaqur në jetë. Pse jemi kaq dëshpëruar ne si popull? Çfarë na shqetëson kaq shumë? Të gjitha, në çik. Shoqëria jonë ka nevojë të kultivohet, që të mos mbërrijë atje e vetvrasja, është akti fundit. Akti fundit, jo i fundit s'duhet të fare. Prandaj ndodh kështu. Çfarë na shqetëson kaq shumë ne shqiptarët që ndodhin këto raste? 3 raste ndodhin vetëm ditën e premte. Të thash pra jemi shoqëri e pa kultivuar. Duhet të kultivohesh, të edukohesh, të përshtatesh. Ndryshe jo. Prandaj edhe të ardhmen, nëse nuk ndryshohet, prap do ketë. Ndryshe s'ka. Nuk ka rrugë tjetër. Unë shikoj.